Kampion si lojtar, kampion edhe si trajner. Personazhi për cilin ne do të flasim sot e vërteton më së miri atë që me punë, disiplinë, përkushtim mund të fitohet gjithçka. Në fakt, hapat e para në karrierë i ka nisur pikërisht këtu në Durrës, në qytetin e ditëlindjes, për të vijuar më pas karrierën me skuadra si Bylis, Vllaznia, Partizani, Besa dhe pika kulmore e karrierës së tij ishte padyshim te Skënderbeu, ku arriti që të shpalli 7 herë kampion i Shqipërisë. Sukseset e shoqëruan edhe si trajner, ku padyshim ajo që të gjithë tifozët e Tiranës mbi të gjitha e mbajnë mend është kur shpall kampion, por edhe një superkup si Bardh e Blu. Kam kënaqësinë që sot të kem në një rrëfim ndryshe ish futbollistin, trajnerin sot, Orges Shej. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Dhe në fakt, kam zgjedhur stadiumin Niko Dovana jo më kot, pasi këtu ka nisur edhe hapat e parë tuaj si futbollist. Si i kujtoni? Dhe pse pikërisht futbolli? Tani është vërtet që këtu kanë qenë hapat e mia të parat, të paktën debutimit në futbollin profesionist, por hapat e para të stërvitjes ka qenë rreth këtij stadiumi, tek fushat këtu afër, patjetër që me ekipet e moshave, dhe këtu pastaj është fillimi i karrierës dhe nuk është se kam luajtur pak vite, por rreth 9 vite kam qenë pjesë e kësaj skuadre dhe në këtë stadium. 1994, e mbani mend ftesën e parë për tek skuadra e parë e Teutës, sepse për një djalosh të vogël, kjo është ëndra e parë që të synoi Superligën. Unë edhe gjatë vitit 93 në disa seanca stërvitore kur skuadra stërviste Edmond Mio, kam qenë pjesëmarrës në ekipin e parë. Në atë kohë isha me sektorin e të rive. Dhe në 94-ën, pasi që e grumbulluar me ekipin kombëtar të 17 vjeçarëve për turneun evropian që u zhvillonte në Irland, në ndeshje këtu portieri titullar asaj kohe Kaplani ndëshkohet dhe për një periudhë nuk ishte pjesë e skuadrës dhe atëherë nga grumbullimi i ekipit përfaqësues vije dhe qëndroi në stol në fushë luante shtama. Pra ato kanë qenë fillimi i të qenurit në ekipin e parë, pastaj u bëra pjesë e 3 portierëve të Teutës dhe debutimin pastaj e kam vitin 95. Mendoj për një portier, profesor, është shumë herë më e vështirë që të marrë një fanell titullari. Për ju si ka qenë? Për mua ka qenë dyfish e vështirë. Kisha fatin e keq në thojza sepse isha në një skuadër me 2 portierë shumë të mirë, siç ka qenë Kaplani dhe Shtama. Kështu që hapësirat në dritarin e perspektivës që u mund shikoja ishin shumë të pakta. Por gradualisht pastaj edhe për shkak të ndryshimeve që ndodhen në skuadër, në vitin 96 atëherë pastaj u bëra pjesë përbërëse e formacioneve që atëherë pastaj kam qenë gjithmonë. A ka ndonjë trajner që të themi spikati talentin tuaj apo ju dha dorë për të ecur përpara? Që tek moshat një që ngulmonte është ndjeri Filip Gjaj, që isha trajneri i të gjithë futbollistëve dursak. I të gjithëve, dhe unë kam pas një moment që nga sporti u shkputa sepse familja më detyroi ta ndërpreja sepse rash nga mësimet. Kam qenë një nxënës shembullor, edhe rënien mesatare bëri që për disa muaj ta lë futbollin, shkputëm. Dhe ishte ai pastaj trajneri që ngulmoi, që unë të vazhdoja përsëri dhe në momentin e dytë që u riktheva pastaj nuk është ndërprerë më. 9 vite pjesë e Teutës, mirë po unë dua të veçoj pak sezonin 1999-2000 kur ju fitoni edhe kupën e Shqipërisë, një trofe shumë i pritur në Durrës. Ka qenë finalja me Lushnjën dhe çdo gjë është vendosur me penallti apo jo, 5-4 finalja në fund. Në atë sezon e kemi pas skuadër të mirë. Unë vija pas huazimit tek Bylis. Mos harrojmë që ne atë vit fituam Kupën e Republikës, por deri në javën e fundit ishim pretendent kryesor për të fituar titullin. Po. Dhe na vjen shumë keq që e humbëm. Patjetër që marrja e një trofeu, sjellja e trofeut në Durrës ishte një kënaqësi e madhe, si për ne edhe për gjithë opinionin futboll dashës.
Ka qenë emocionues sepse kemi kaluar me penallti, kemi fituar kupën. Para saj në çerek finale kemi pas prap një takim delikat me penallti dhe kualifikuar në Qemal Stafa e atëhershme kundër Tiranës. Ka qenë një trofe që mendoj që e meritonin, por atë vit unë jam i sigurt dhe besoj që meritonin më shumë dhe na vjen shumë keq që nuk morëm titullin kampion. Dhe në fakt festa ka qenë një jashtëzakonshme në Durrës, pasi të gjithë qytetarët durrësak e prisnin këtë trofe, mbushën sheshet kryesore të qytetit edhe ju falenderonin. Si e kujtoni atë ditë? Ka qenë ditë e shënuar, sepse ishte trofeu im i parë si titullar, se edhe në 94 dhe 95 kam qenë pjesë përbërëse e skuadrës, por jo titullar. Dhe një lojtar kur është titullar ka një kënaqësi ndryshe kur fiton trofeun e parë, në krahasim me ato që kam qenë shumë i ri, dhe për mua dhe për gjithë tjerët ka qenë kënaqësi e madhe. Sigurisht që në rast të festës gjithë gëzojnë, ka pas shumë dashamirës edhe gjatë asaj kohë ose 2-3 ditë që zgjati festa. Mendoj që ishin gjithë kënaqur dhe pastaj festa mbaron dhe do të shkosh për të ardhmen. Ju vendosët që karrierës tuaj t'i jepnit një tjetër drejtim, këtë herë larg shtëpisë, por zgjodhët Vllaznin, apo jo? Si u pritën, pasi një tjetër skuadër që ka pretendimet e saj, ambicjet, tifozët shumë të flakt? Shkoj, ka qenë lëvizja ime e dytë, edhe pse e para ishte në Ballsh tek Bylisi i huazuar, por edhe Bylisi ishte skuadër që deri në javën e fundit luftonte për titullin kampion, bilesa kampionat ka qenë shumë emocionues. Edhe në përzgjedhjet e mia kanë qenë gjithmonë skuadra që kërkoja të merrja maksimumin, skuadra që kërkonin trofe. Në mendimin tim e rëndësishme është të shkosh luftosh për trofe. Jo të gjithë fitojnë trofeu. Pra ti duhet të jesh këto skuadra që luftojnë deri në javën e fundit, pastaj se e fiton apo jo, janë dhe çështje tjera. Zjolla Vllaznin, skuadër me traditë, me emër. Atje ishte ndalesa ime e dytë, atë vit u pozicionuam të katërtit në kupën Intertoto. Mendoj që është një lëvizje që më ka shërby edhe për të njofti mentalitet ndryshe, një qytet ndryshe që e dashuron futbollin me gjithë forcat e tij. Dhe pas Vllaznis zgjodhet Partizanin, një skuadër që ju bët shumë mirë, qëndruat 4 vite atje, por nuk u konkretizua me asnjë trofe, apo jo? Pas Vllaznis kalova tek Partizani. Partizani është hap i rëndësishëm karrierë për çdo futbollist, sepse mendoj që ekipet e kryeqytetit kanë tjetër dimension, si Partizani, si Tirana, deri diku dhe Dinamo. Dhe edhe qëndrova 4 vjet. Çfarë skuadri ishte ajo atëherë? Mendoj ka qenë skuadër shumë e mirë dhe jemi pozicionuar të katërtit. Një vit kemi humbur kampionatin në javën e fundit, kur dihet finale, shumë vete mbajnë mend me Dinamo në stadiumin Selman Stermasi, që humbëm kampionatin, një kampionat rivalizues me një skuadër me plot lojtarë cilësor, që mendoj që qofse do të kishin pas një cikël me atë lloj kontingjenti, Partizanis do të ishte sigurt që të dilte kampion. Dukeni gjithmonë shumë i qetë, po kurioze jam si e përjetonit një humbje? Është e dhimbshme. Personalisht kam pas jetuar me shumë mërziti, me shumë dhimbje, por puna sistematike pastaj, sepse është edhe çështje kohe. Koha është ilaçi çdo gjë, fillon gjëja aftohet dhe pastaj fillon puna për vazhdimsinë, por nuk është se i kam pas përballuar mirë gjithmonë me dhimbje dhe mërziti. Dhe pas Partizanit zgjodhët Besën, një skuadër që atëherë ishte me një projekt serioz, ambicioz për të fituar çdo trofe të mundshëm, dhe ju e përfunduat sezonin duke fituar edhe Kupën e Shqipërisë, apo jo, në një finale shumë të bukur me Vllaznin. Ka qenë një kontingjent shumë i mirë. Presidenti i Besës, që është edhe aktualisht dhe sot Bishdili, krijoi një skuadër shumë të mirë. Ne shkuam atje bashkë me profesor Shpëtim Durrë, që kishim qenë bashkë tek Partizani, dhe gjetëm disa lojtarë shumë të mirë atje. U afruan dhe disa tjerë, u përforcuan përsëri në janar. Ishim 9 pikë, mos gaboj, ose 7 pikë pas Dinamos, por nga cilësia ishim pothuajse të njëjtë. Ishim ne 2 skuadra që kishte një shkputje nga tjerët dhe rivalizonin me njëra tjetrën. Arritëm të fitojmë kupën e Shqipërisë. Sezoni 2009-2010 ka qenë? 2009-2010, edhe Besa, nëse do të vazhdonte të mante atë grup, do të ishte një skuadër shumë konkurruese për të bërë një cikël. Por në atë kohë hyri Lojë Skënderbeu, një skuadër me financa të forta që prishi pak boshtin e asaj Bese të mirë
duke shkuar ne 4-5 lojtarë tek Skënderbeu. Dhe pika kulmore, pa dyshim, e karrierës tuaj ka qenë transferimi tek Skënderbeu, aty ku dolët edhe 7 herë kampioni i Shqipërisë. E mendonet që në fillim kur ju erdhi oferta se do të ishte një projekt afatgjatë dhe ambicioz? Skënderbeu ishte një skuadër që kishte shumë biznesmen të suksesshëm që kërkonin të bënin një projekt, por nuk kishte qenë kurrë në elitë. Të paktën vitet që luaj unë futboll dhe sa mbaja mend unë, ishte një skuadër që kërkonte të bënte historinë, por traditën mbrapa shumë vite nuk e kishte. Dhe kjo ishte një dyzim shumë i madh. Bisedova me Bishdilin atëherë me presidentin dhe i thash që